Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi zbarkoi në Zhelinë për të parë nga afër problemet, sfidat, situatën me punëtorët në kompanitë që gravitojnë në këtë komunë. Gjatë vizitës në kompaninë Liberta, ministri u zotua se në teren nuk ka dalë vetëm për të dëgjuar, por siç tha dhe për të vepruar. Në këtë kontest, ai përmendi ligjin për përkrahje financiare të investitorëve, ku mundësohet zhvillimi i kompanive, rritja e kapaciteteve, po ashtu dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Plani operativ i vitit 2025, vetëm se tani më i shohim rezultatet të cilet i marim nga tereni dhe tregon që ai plan nuk ka qenë vetëm në letër, por ka arritur te ata qytetarë apo te ata kompani të cilët janë duke vepruar dhe duke punuar. Gjithsesi nga plani operativ i vitit 2025 janë shpërndar gjithsej, domethënë 2500 grande apo kanë arritur deri te 2500 qytetarë që të vetë punësohen, po ashtu kanë marrë edhe 1200 kompani për krahja nga ky grant ku kanë mundur që të punësojnë punëtor në bazë të nevojave të cilat i kanë pasur. Nga komuna e Zhelinës thonë se investimet që i kanë bërë në infrastrukturë kanë ndihmuar kompanitë, por dhe bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në sfera të tjera. Sektori privat është nga shtyllat kryesore për zhvillimin e vendit, por jo vetëm edhe për mirëqenien e qytetarëve. Sot ka edhe një ligj që ministri promovoi në disa kompani për mbështetje dhe përkrahje financiare të investitorëve, ku gjithë kompanitë do kenë mundësi të aplikojnë në këtë thirrje me qëllim që të krijojmë vende të reja të punës, me qëllim që të përkrahim kompanitë dhe bashkërisht të zhvillojmë këtë vend. Me përvojën e saj shumëvjeçare në lëmin e prodhimit të dyerve dhe dritareve, Liberta.com ka arritur që të posedojë certifikata nga institute shumë të njohura të kësaj lëmie. Andaj produktet e kësaj kompanie shiten me shumë interes në shumë shtete europiane. Pronari pranoi se kriza globale, por dhe mungesa e fuqisë punëtore ndikon në rezultatet e kësaj kompanie. Kriza globale na ka prekur të gjithëve, jemi në probleme, sidomos në aspektin e derivateve, po edhe në aspektin e fuqisë punëtore. Shkaku se shumë të rinj të këtij vendit janë larguar nga ky vend, por dhash Zoti që nëpërmjet ministrit, komunës dhe gjithë njerëzve të cilët mundohen që kompani të ekzistojnë këtu siç jemi na, që bashkërisht të bëjmë më të mirën. Masat për formalizimin e punës dhe uljen e ekonomisë gri, krijimi mundësive fleksibël të punësimit për kategori të ndryshme të qytetarëve, si dhe forcimi zbatimit të ligjit për të rritur sigurinë dhe të drejtat e punëtorëve, kanë qenë në fokus të vizitës së ministrit të ekonomisë Besar Durmishi në komunën e Zhelinës. Gjithashtu është diskutuar dhe për mbështetjen e të rinjëve, nxitjen e investimeve dhe rolin e zonave industriale në hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritje ekonomike, duke mos haruar dhe rëndësinë e mbrojtjes së konsumatorëve, përmirësimit të kushteve për funksionimin e bizneseve dhe rritjes së kontrolleve në teren për të siguruar një treg më të drejtë dhe transparent.